ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndërruar xhamat, vëllezër dhe motra muslimanë. Padyshim që falënderimet dhe adhurimet i takojnë krijuesit të gjithësisë Allahut Azza wa Jall, i cili është një dhe i vetëm, nuk ka zot tjetër përveç tij që meriton të adhurohet me të drejtë. Ai është sunduesi i vetëm i ditës së madhe, i ditës së gjykimit, prandaj ne vetëm atë e adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa salatet dhe selamet për shëndetjet tona më të përzemërta, më të mira dhe më të zgjedhura, ja çojmë njeriu më të mirë dhe më të zgjedhur të ardhur në sipërfaqen e tokës, njeriu më të dashur tek Allahu dhe tek ne, vulës e gjithë profetëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ndjekësit e sunetit të tij deri në ditën e fundit të sekondit. Në xhuman e kaluar pra kena filluar një seri ligjëratash lidhur me mucizet, mrekullitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ku në tjera kemi thënë se mucize janë gjëra të jashtëzakonshme që ndodhin me urdhën e Allahut Azza wa Jall, që njerëzit të besojnë dhe të binden se pejgamberët janë për dërguar prej Allahut Azza wa Jall. Pra, janë gjëra jashta atyre zakonshme që ne jemi mësuar, do të thonë, duke i pa ose ndodhin, do të thonë, zakonisht. Kena pa disa prej mucizeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku kena thënë se janë mbi 1000 mucize që janë dhënë dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe para se me fillu me folë për mucizet e tija, kena thënë se komplet jeta e dërgumit Allahut ka qenë mucize. Si që ka thënë Ibn Kathiri, edhe vetë paraqitja e tij, bukuria e tij, fizionomia e tij ka qenë mucize në vetvete, edhe prej ardhja e tij prej ardhja një dërgumi i Allahut ka qenë mucize dhe komplet jeta e tij ka qenë mucize. Pa kena thënë një jetë me plot anë pozitive, me plot mira, pa anë negative që nuk mund gjendet tek një njeri normal. Përveç se te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, te cilin Allahu Azza wa Jall e ka zgjedhur që të jetë shembulli më i mirë për gjithë njerëzit deri në ditën e gjykimit. Cilësitë e tilla gjenden vetëm tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi që Allahu Azza wa Jall e ka përgatitur këtë formë, komplet jetën ja ka bërë mucize, ka thënë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Nëse dëshironi me pas shembull i këtij, ajo shembulli më i mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kena thënë qëllimi i këtyre mucizeve që mundohen me tregu mucizet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është që ne ta njohim sa më shumë dërgumin tonë, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm ta njohim me ditë, po ta njohim me pasu dhe me ngjasu atij. Kjo është e rëndësishme. Jo thjesht me ditë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se kalim këtë vit është bërë pejgamber, këtë vit ka ndru jetë, këto ka bërë emigrim. Jo thjesht me ditë si tituri, do të thonë, si informacion për dërgumin tonë. Por me e ditë jetën e tij, për me e pasu atë, mundu muslimani me ngjasu atij. Ky është qëllimi që duhet me pas secili prej nesh kur të mësojmë jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që kur ta shohin dikush një pasues Muhamedit sallallahu alaihi wasallam,
po ati I shkon ajo vepër ose ajo sjellje se është musliman. Dhe jo me thonë, këta musliman, kështu jam ka musliman. Pra mu ban ne me gisht për mirë shoqëni dhe jo me gisht për keq, Allahu na ruaj. Pra kjo le të jetë qëllimi I mësimit të jetës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, më mundun maksimum me injësu asaj krijesë të mrekullueshme të Allahut azza wa jalla. Kena thënë se mrekullia më e madhe e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam padyshim është Kur'ani famlar. Mrekulli e pakrahasueshme e cila është e vazhdueshme deri ditë Kiametit. Dhe kena thënë gjithashtu se prej mrekullive të para të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është çarja e Hanës me shenjën e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu kena pas bashkut se si trungu tek I cili mbështetej I dërguar Allahut në majt hutbe, momentin që I dërguari Allahu largohet prej tij dhe hyp minber, trungu prej mërzisë çaq, prej mërzisë se po I largohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu kena pasë si guri e ka përshnet dërguarin Allahut edhe para se më bë pejgamber. Dhe kena pasë si pemët I kanë dhënë selam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë dëshmuar për pejgamberinë e tij. Dhe gjithashtu kena pasë si ushqimi në durët e dërguarit Allahut kanë bërë tesbih Allahun azza wa jall, si dhe edhe gurt në durët e tij kanë përmend Allahun xhallahu ala. E sot inshallah do të flasim mbi disa mucize të tjera që Allahu xhalla xhelalu ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E prej tyre është ka bërë mrekulli Allahu xhalla xhelaluhu që prej gishtave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të buroj uji dhe të marrë një numër I madh njerëzish abdes apo të pinë ujë. Kjo ka qenë një tjetër mrekulli që Allahu ja ka mundsuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E në lidhje me këtë lloj mrekullie kanë transmetuar, më thonë, disa sahabi të mëdhenj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç është Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, apo siç është Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum e kështu me radhë. Thot Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dolëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dolëm me dërguarin e Allahut në udhtim. Koha me fal namazin e ikindis. Njerëzit fillun me kërku ujë që të merrin abdes për me fal namaz. Dhe nuk gjeten ujë, përveç një enë me pak ujë, të cilën e morën dhe ja çunën dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam që të merrte abdes. Dhe I thanën ja Rasulullah, përveç këtij uji nuk ka ujë tjetër që të marrim abdes. Thot Anas bin Malik radhiyallahu anhu, e cili pra ka qenë I pranishëm. E ka futur dorën e tij I dërguari Allahut në atë enë me pak ujë. Dhe thot prej gishtave të tij unë kam pas se si dilte uji sikur ishin kroje. Gishtat e tij nxirrnin ujë sikur ishin kroje. Dhe gjithë pranishmit që qenë më radh kanë marrë abdes prej gishtave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thënë Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ishim rreth 80 veta bashkë me dërguarin e Allahut, ku të gjithë pra më radh kanë marrë abdes prej gishtave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith e ka dhënë Imam Buhari. Një rast tjetër me këtë mucizë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e transmeton Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, I cili thotë: në ditën e Hudejbijes, dita e Hudejbijes është dita kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është nisë bashkë me një grup të madh muslimanësh nga Medina me qëllimin me shkuar dhe me I bë tavaf, me I bë vizitë Çakës. E ku kanë ardhur në vendin që quhet Hudejbije, aty janë dalë me pushu dhe aty kanë ndodhur ajo marrëveshja e madhe mes muslimanëve dhe Kurejshëve, të cilët nuk pranuan që atë vit me e bë vizitë Çakës muslimanët, rënë dakord që me ardhë vitin tjetër me shënu 3 ditë musliman me bë vizitë Çakës. Dhe ndër tjera nënshkruan edhe marrëveshjen që 10 vite do të ketë paqe mes muslimanëve dhe mushrikëve. Në këtë ditë, ditën e Hudejbijës, thot Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, I mori etja shumëcët muslimanë. Imagjinoje prej Medine deri në Mekke udhtim, dikush me deve, dikush me kal, e dikush në kam. Ai xhet shumë I madh në atë shpërtim të Arabisë Saudite. Njerëzve ju ka marru ujë kur kanë qenë Hudejbije, nuk kanë pas ujë. Atëherë kanë shku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tek I cili gjindej pak ujë në
në një enë të bënë nga lëkura si që kanë pas atëherë, dhe kur i ka pa të rëthum, dhe më thanë, sahabët rreth vetes, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë, çka ndodhi me ju? Si është problemi? Ka thënë, ja Rasulullah, përveç atij uji që ti ke, ne nuk kemi ujë tjetër, as me pi, as me marrës. Subhanallah, pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam, thot Jabir bin Abdullah radiallahu anhu, thot e vendosi dorën e tij dërgumi Allahut në atë ujë që ishte në atë enë, dhe thot prej gishtave të tij filloi me rrjedh ujë dhe gjithë kanë pi dhe gjithë kanë marrë abdes prej gishtave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kanë pyet sa vet ishin. Ka thënë Jabir bin Abdullah radiallahu anhu, sikur të ishim edhe 100.000 vet do të na mjaftonte. Ne aty kemi qenë 1.500 vet. 1.500 vet kanë marrë abdes prej gishtave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mrekulli prej mrekullive që Allahu atij ja ka dhënë. Këtë hadith e kanë gjatë Bukhariu, Muslimi, Tirmidhi dhe të tjerë. Në një rast tjetër që transmeton Imran ibn Husayn radiallahu anhu, sahabi tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot, kemi qenë një udhtim me dërgumin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kemi udhëtuar gjithë natën për me arrit në vendin e caktuar. Pasi kemi arrit në vendin e caktuar, jemi ul me pushu sepse ishim shumë të lodhur. Na kishte kapur një gjumë shumë i thellë dhe na ka ikë sabahi. Si u ka dalë gjumi me falë sabahi në kohë. Gjithë nga lodhja e madhe që kines të natë. I pari që u thët ishte Abu Bekri radiallahu anhu. Pas ti u që Omer. Ne thët e kishim zakon që mos me e zju askush dërgumin Allah derisa e zjot vetë. Abu Bekri radiallahu anhu, pasi e pa se djeli është ngrit, sabahin ala se kanë falë, ka shku të kokët dërgumit Allahut dhe ka fillu me të mëzan. Allahu akbar, që qohët i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam. është shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë pa gati sahabët kanë falë namaz. Ka dalë ka prit kanë falë namazin e sabah. Thot Imran ibn Husayn radiallahu anhu, i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam vrejti një person që nuk u fal. Po që ndronte, nuk u fal me xhamat pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju drejtua ti tha, ti pse s'fale namaz me ne? I tha ja Rasulullah, jam i papastër. Pra ne nuk fala namaz. I tha merr tejemmum edhe fale namaz. Morri tejemmum, pra dinju tejemmum, pastrim edhe e fale namaz. Thot, vazhdon Imran ibn Husayn radiallahu anhu, më urdhëroi mua dhe disa tjerë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të ecnin para tij. Dhe ne duke ecë hasëm, rastisëm tek një gru e cila ishte e hipur mbi kafshën e vet dhe në dy anët e kafshës së saj kishte ujë. Pra kishte dy çka kanë qenë ato poliera të atëhershme me ujë. Pasi që e nalëm i thonë se a ka ujë diku këtu afër? Tha nuk ka. I tha me sa është larg uji prej fshatit tan, tha një ditë e një natë me ecë është uji larg prej fshatit tim. I thamë, apo vjen shkojmë të i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Tha, kush është ky i dërgumi Allahut? Ata i dërgun, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka dërgu Allahu azza wa jalla. Dhe e morën e çunën tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur e çunën para dërgumit Allahut sallallahu alaihi wasallam, tha mi sillni ata dy buljera me ujë apo ata dy me ujë që i ka pas me vete. Dhe tha, e mori njërin prej tyre dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam. E mori dhe e afroi diçka këndoi i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj thot kemi filluar me pi ujë prej asaj ene dhe që gjithë janë ngop. Pasi gjithë janë ngop me ujë, e kemi mbush gjitha enët që ne i kishim me vetë. E kemi mbush me ujë dhe thot kena qenë rreth 40 vet rreth dërgumit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mblidhni ushqimet që keni me vetë. I mblodhen tha ushqimet që i qume para dërgumit Allah. Tha, merrni një pjesë për këtyre ushqimeve dhe dhuroni kësaj gruas. Ja dhanë kësaj gruas disa ushqime me vete, edhe ajo gruaja shkoi në shtëpinë e vet, duke i pas
të dy enet prapë të mbushura me ujë, edhe pse gjithë ata njerëz pinin, edhe pse gjithë ata njerëz morën abdes, mbushin edhe enet e veta, ka prapë enet I kishte me ujë. Kur ka shkuar në fshatin e vet, thot Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu, ju ka thënë njerëzve, kam takuar një magjistar shumë të madh. Ose është I dërguar I Allahut, si shpretentojnë, tha si shpohojnë, ata që ishin rreth tij. Dhe thot Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu, me ngryha të gruan gjithë ai fshati janë bërë musliman. Për si shkak të kësaj mrekullie, gjithë ai fshati e kanë pranuar Islamin dhe janë bërë musliman, thot Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu, këtë hadith që e kanë dhënë Imam Bukhari. Ka disa hadithe, e mjafton inshallah për këtë mrekulli me këto hadithe. Pra prej kishtave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka rrjedh ujë dhe njerëzit kanë pi dhe kanë marrë abdes, pra numri I cili ka qenë deri në 1500. Një tjetër mrekulli prej mrekullive që Allahu ja ka mundsuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është shumimi I ushqimit. Me ushumu pra pak ushqim me hapur shumë vetë. Nga bereqeti I duas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë një tjetër mrekulli. Dhe lidhje me këtë ka disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne do të shohim disa prej tyre inshallah. Hadithin e parë transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, I cili thot: Pasha Allahun azza wa jall, që nuk ka zot tjetër përveç Tij. Unë shumë herë thot ulesha përmbys në tokë me mujt me shtremu barkun që të mos e ndi shumë urinë. Shumë herë, s'kishim çka me hanë, ndjeshim uri të madhe dhe uleshim kështu përmbys në tokë që të mos e ndjejmë shumë urinë. Kam dalë thot një ditë që kisha shumë uri. Kam dalë në një rrugë prej rrugëve ku kisha zakon me kalu I dërguar I Allahut bashkë me shokët e vet. Edhe erdhët Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Unë thot I dola para dhe e pyeta për një sure prej Kur'anit. Me shpresë se Ebu Bekri ka me kuptu se unë jam I uritur e ka me thënë diçka. E pyeta më thej gjevap, nuk më vreti iku dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Pasti dhe Omeri radhiyallahu anhu, edhe ti do la para e pyeta për një sure nga Kur'ani. Me njëtin që ndoshta edhe ky po vret se unë jam I uritur dhe po mirë diçka. Tha edhe Omeri radhiyallahu anhu nuk më vreti dhe ai. Pastaj tha ardh I dërguar I Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe me njëherë sa më pa buzësh, dhe tha, ja Abu Huraira, urdhëroj ja Rasulullah, eja pas me. Me njëherë ka kuptuar në fytyrë se Abu Huraira është I uritur. Eja pas me, I ka thënë Abu Huraira. Kena shkuthët tek shtëpia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka hyrë në dërguar I Allahut dhe pastaj pasi I ka kërkuar leje ka mbledh dhomë. Dhe ka kërkuar çka ka ushqim në shtëpi, ka gjetur vetëm një enë me qumsht. I ka pyet njerëzit e shtëpisë, nga na ka ardhur neve ky qumsht, I kanë thënë e ka sjellë filan. E ka thënë ja Abu Huraira, urdhëroj ja Rasulullah. Shko dhe thirrë gjithë banorët e Sufës. Banorët e Sufës kanë qenë, e tregon vetë Abu Huraira radhiyallahu anhu, I cili thotë, kanë qenë musliman thotë që nuk kishin familje. Kanë qenë musliman që nuk kishin të ardhura dhe nuk kishin njerëz tek të cilët mund të mbështeteshin. Të njerëz kishin ndërtu, pra për të njerëz Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ndërtu disa dhoma afër shtëpisë së tij dhe afër xhamisë së tij. Dhe këta vazhdimisht merrnin pjesë në derset, në vasat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ushqeheshin me sadakan e muslimanëve. E një për tyre ka qenë vetë Abu Huraira radhiyallahu anhu. Thot Abu Huraira radhiyallahu anhu. Thot pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja Abu Huraira, shko e thirrni të gjithë ashabu Suffa, gjithë banorët që jetojnë në Suffa. Numri I tyre ishte I madh, mbi 80 vet. Thashta me vetë Abu Huraira radhiyallahu anhu, subhanallah. Unë thashë që e gjeta pak qumsht, që të pije të marrë vetën, I dërguar I Allahut thot shku me marrë dhe ata tonët kallallek, s'të më mbet mos I keqëm. Me vetë, e Huraira. Edhe pse mendova thot kështu, asnjëherë nuk më shkoi mend me kunështu urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni, sa bukur. Edhe pse do të them nuk më pëlqej një gjë e tillë, asnjëherë nuk mendova me kunështu urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kam shkuar tek ashabu Suffa.
i kam thënë që ju thret i dërgumi Allahu në shpinën e tij, kanë ardhur gjithë pas meje. Kur kanë hyrë, pejgamberi sa ka thënë ja Abu Hurajra, merr këtë çumsh dhe i këtë pi gjithë, një herë me çumshish. Abu Hurajra to e pa çumshin i uritur, nuk kujtë me pi vetë, do të më dhon tjetër. Imagjinoj çfarë. Ju dhash të më rrallë, të më pinë, dhe sa më dopë. Tha veta vetëm mund të i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam. I thash përdora ja Rasulullah. Bushesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, i ka thënë, ja Abu Hurajra, ulu edhe pi. Është ulë Abu Hurajra ka filluar me pi. Ja zgjata tha dërgumit Allah. Tha ja Abu Hurajra, pi prap. Tha e mora pi. Dhe sa herë që unë ja kthehem thotë pi prap, derisa thash, vallahi ja Rasulullah. Pasha atë që të ka dërguar me të vërtetën nuk mundem më. Janë ngop. Pasi që unë ngopa, atëherë thot, e mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e falenderoj Allahun azza wa jall, bani bismillah edhe e piu ai i fundit, do të thonë pjesën tjetër të çumshit. Edhe kjo është një mrekulli tjetër pra, prej mrekullive që Allahu azza wa jall ka mësuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që me një ende vogël të çumsh, me pi gjithë banorët e sufës, me ngry Abu Hurajra radhiyallahu anhu. Këtë hadith e kanë gjatë Imam Buhari. Një rast tjetër që të regon për shumimin e ushimit për shkak pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është transmetimi i Enes bin Malik radhiyallahu anhu, i cili thotë Abu Talha i ka thënë shoqës Sulejm, i ka thënë e kam hetun nga zani dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam se kishte kohë pa hangur dhe më erdhë shumë keq kur e pash në atë gjend. Prandaj i tha, a ka diçka ushqim shtëpi për mja çu dërgumit Allah sallallahu alaihi wasallam. E shoqja i tha, ka vetëm pak bukë elbi dhe e mori atë bukën e elbit, e përgatiti, e mbështolli me një diçka me një rrobë dhe thot Enesi radhiyallahu anhu, Enesi ishte i biri i tyre, thot Enesi ma dha mu dhe më tha çoja dërgumit Allah. Kam shku thot e xhamia pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kam gjetë pejgamberin Allahut me njerëz rreth e rrotull në xhami. Kam shku i kam thënë ja Rasulullah. I ka thënë këtë ushqim nana ime e ka përgatitur për ty, bukë e. I ka thënë sallallahu alaihi wasallam sa ushqim ka ja ka tregu. Ju ka thënë njerëzve që kanë qenë pranish, ngrihuni, shkojë tek Ebu Talhaja. Tha u nisën pas meje, thot Enesi radhiyallahu anhu, unë përpara i dërgumi Allahut gjithë njerëzit që ishin me të në xhami, me shku tek shtëpia e Ebu Talhas, tek shtëpia babës së Enesi radhiyallahu anhu. Kur i ka pa Ebu Talha është friksu gjithë atë kallallëk, e je ditë se sa ushqim ka dhe i ka thënë Allahu mëshiroftë, i ka thënë shoqës se ka ardhur i dërgumi Allahut me një grumbull të njerëz. Çe ka thënë shoqja? E shoqja i ka thënë, a i keni tërgu dërgumit Allahut sa ka ushqim? I ka thënë po, atëherë Allahu dhe i dërgumit i më mirë. Ma su përzinë të punë, nësa a i e ditë se sa ka ushqim, a i e ditë më mirë. Atëherë thot Enesi radhiyallahu anhu, ka hyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka ftuar dhe tjerë kanë hyrë mbrëm dhe i ka thënë uluni pa barrëmuj. Janë ul, ka thënë, të vinë nga 10 veta për me hanë, prej ati ushimit pakët që i kishtë përgatit. Vinin 10 veta halin dinin, vinin 10 veta halin dinin, deri sa gjithët u ngopë. E në fund i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka thënë të shoqës që prej ti ushimi, pra hanën gjithë të njerëz, dhe të prej ushimi, i ka thënë, hani prej ti ushimi dhe pjesën tjetër, jepi u kojushive atyre që nuk kanë, dhe me thënë në hangër, që janë të uritur. Subhanallah. Dhe thotë Enesi radhiyallahu anhu kanë qenë 70 apo 80 personë që kanë harë dhe janë ngopë nga ai pak ushim që ishte menduar me harë vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra dhe kjo ishte një rast prej mrekullive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar xhamat. Lidhe me mrekullinë e dytë që folën me shumimin e ushqimit për shkak të bereqetit duas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të tregojmë inshallah edhe një rast tjetër. Ka shumë raste, po inshallah hutbet e ardhshme do t'i trajtojmë. Këtë hadith e transmeton Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dhe e kanë gjerë Imam Bukhari dhe Imam Muslim. Thot Jabir radhiyallahu anhu, kemi qenë në ditën e Hendekut, duke hap Hendekun rreth Medinës. Hendeku është hap thjesht për ju e dini për t'ju kujtu, kur është marrë vesh se mushrikët e Mekkës janë përgatitur me ardhmëra e Medinës, i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam i kanë mbledh sahabët, është konsultu si t'ja bëjnë. Mekkasit janë nis dojnë mira Medinës. Gjithë cili ka dhënë mendimin e vet. Salman Farisi ka qenë prej Iranit të sotëm ose prej Persisë atëhershme. Dhe ai jep mendimin se ja Rasulullah të bëjmë një hendek të madh, të bëjmë një kanal shumë të madh rreth Medinës, që ata të mos kenë mundësi me kalu, me ata kafshët e tyre me hinë Medinë. Dhe kjo ishte një taktik lufte e panjohur deri atëherë në gatishmën arabik. Dhe kështu vendosën me bën një hendek të madh rreth Medinës. Gjithë sahabët me krye Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke hap hendekun, thot Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hasën në një shkam shumë të madh dhe shumë të fortë, të cilin nuk arritën me na thyr. Dhe shkonën tek i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam, i tregonën ja Rasulullah, na ka dalë një shkam shumë i madh, nuk arrin me thyr. Ka zbrit në hendek i dërgumi Allahu, e ka marrë kazmën dhe e ka godit, dhe me urdhër të Allahut azza wa jall shkambi është coptu konkret. Subhanallah. Thot Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, e kam vrejt unë pejgamberin Allah, duke zbrit në atë hendek, para se zbriste i ka lidh gur në barkun e tij nga uria që kishte. E ka lidh gurin në bark, pastaj ka zbrit dhe e ka godit atë shkam. Kur e kam pa në atë gjendje dërgumin Allahut, u mërzita shumë dhe i thash ja Rasulullah, a më jep leje që shkoj deri në shtëpi. Mora tha leje dhe shkova tek shtëpia tek bashkëshorti. E pyeta, e kam pa dërgumin Allahut, i cili ka lidh gurin në barkun e tij. A ka diçka ushqim me aqut dërgumit Allahu sallallahu alaihi wasallam? Dhe e ka thënë, përveç pak buk elbi edhe një kec, nuk kemi gjatë tjetër. Tha unë e preva kecin, gruaja e gatu atë bukën e elbit, dhe kur u bën gati buka dhe ai keci po zihej, kam shku te i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam. E jam afru dhe lejti kam thënë, ja Rasulullah, në shtëpi kena pak buk elbi, kemi edhe një kec si jemi duke e zi, duke e bë gati. Kështu që eja ti bashkë me një dhe dy persona që të hani buk. Lejt Jabir bin Abdullah, që kujti ditë, gjithë ato njerëz ishin ato. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, ja muhajir wa ansar, me zot madh, o muhajir dhe ansar, eja një të shkojmë që jena mësafir të Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu me harmër buk. Subhanallah, ai ushqim që u mendu për dërgumin Allahu dhe një dy persona plus ti, pejgamberi Allahu dhe thra komplet muhajirët dhe ansarët që ishin pranishur duke hap hendek. E një shkojmë dhe të hap tek Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kena shku, kur u nisëm, më tha i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Thot Jabir radhiyallahu anhu, shko përpara, thuj gruas tande që të mos e losin ushqimin prej zjarrit dhe të mos e nxjerrin bukën prej furrës, derisa të vijon. Dhe kena shku pastaj te dërgumin Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili merrte pak buk, e hidhte në një enë, e qote kapakun e asaj të nxjera po enë që ka qenë atëherë të guzi mishi, merrte copën e mishit dhe e nulte prap kapak. Dhe kështu ju ka dhënë në radhë të gjithë atyre që ishin aty, pranishur. Thot Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, që gjithë që ishin pranishur, muhajir dhe ansar, që gjithë me radhë prej dorës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë hamër dhe janë gohë. Dhe të nxjerja me mish dhe furra me buk nuk kishte lujt as pak. Pra, bile thot Jabir radhiyallahu anhu, nuk jam i sigurt
A ka pas ma pak apo ma shumë të ngjerja para se marrë si thot njëpës. Subhanallah, kur e kena qu dhe e kena pa, nuk kishte lu, edhe bukës kishte lu. Gjithë të njerës ku kopën, dhe ato ushimet akoma ishin si shkanë qenë fillim. Pasi hamën gjithë tha, shpërndajo edhe kojshive që ka nevoj për ushim. Subhanallah, edhe kja është mugjizë, prej mugjizëve që Allah për e ka dha Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Këta bura kanë pas riskun e madh me i pa, me i përjetu, du thanë këto gjana të kanshme dhe të bukra, po inshallah Allahu azza wa jall edhe neve në banë që sa do pak me dashurin që kemi ndaj dërgumit Allahut dhe ndaj shokëve ti, me mundu edhe me ju njësul maksimum, si shtash edhe në fillim, qëllimi i jo nuk është thjesht me mësu çka ka bënë dërgumi Allahut, si ka qenë i dërgumi Allahut, qëllimi jo më i rëndësishëm është që ne duke e mësu se si ka qenë i dërgumi Allahut, si kanë qenë sahabët, me mundu vazhdimisht me ju njësu aty. Allah na bëf për atyre që marrin mësim dhe marrin shembull për jetës Muhamedit sallallahu alaihi dhe shokëve të tij që kanë qenë rreth rrotullit të tij. Amin wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.